Dhe sot e shohim këtë ditë kështu, merren si të tillë, një shfaqje teatrale jo për qëllim të zgjedhjeve të problemeve, po për material elektoral të një fajsimi që na prodhon kontrast. Një njeri me apetit pa kufizuar për karrike, çuditshme. Një njeri që është në gjendje të bllokojë gjithë Republikën e Kosovës për 10 muaj rresht, të rënojë secilën vlerë demokratike, shtetare, kushtetuese, morale të këtij vendi. Një njeri që është në gjendje me shfrytë gjithë helmin, gjithë pezmin që ka, kundër kolegëve të vet, partive të tjera, qytetarëve të vet, për një karrike, so e pa dinitetshme. Sho të rrethuar, si kurse Don Kishoti, me Sancho Pancho, që duar të rëkosin, të justifikojnë çdo dështim, që të shenjë çdo fantazi që e ke, vetëm për të ruajtur privilegjin e vogël tyre me plas plurit tonë. Le të bëhemi gati për zgjedhje, le të japim fundin e merituar një propagande populiste, le të japim dritë Republikës Kosovës.